Përfitimet e inteligjencës artificiale mund të kenë një kosto të lartë për konsumatorët. Kërkesa në rritje për çipa memorie po rrit çmimin e telefonave inteligjent dhe kompjuterëve. Sipas analizave nga Instituti i Statistikave Botërore të Tregtisë së Gjysmëpërçuesve, çmimet për këto çipa u rritën me 50% vitin e kaluar. Si rezultat, konsumatorët mund të përballen jo vetëm me kohë më të gjata të dorëzimit, por edhe me çmime më të larta për pajisjet elektronike dhe digjitale. Në gjysmën e parë të vitit 2025, tregu global i gjysmëpërçuesve arriti në $346 miliard, një rritje prej 18.9% krahasuar me vitin e kaluar. Për vitin 2026 pritet një rritje edhe më e madhe prej më shumë se 25%, duke çuar tregun në $975 miliard. Se sa mund të rriten çmimet e telefonave inteligjent është shqyrtuar në një studim nga firma e kërkimit të tregut IDC. Në një skenar të moderuar, çmimet mesatare të shitjes së telefonave inteligjent mund të rriten me 3 deri në 5%, thuhet në studim, ndërsa në një skenar pesimist ato mund të rriten deri në 8%. Ekspertët paralajmërojnë për një pikë kthese. Epoka e memorias dhe magazinimit të lirë dhe të bollshëm po mbaron. Në vitin 2026 teknologjia do të bëhet më e shtrenjtë, jo sepse kërkesa po lulëzon, por sepse furnizimi nuk mund të përballojë ritmin. Përdorimi dhe kostoja e çipave të memorias në prodhimin e telefonave inteligjente është rritur ndjeshëm gjatë 5 viteve të fundit. Sipas të dhënave të industrisë, memoria përbënte rreth 8% të kostove totale të komponentëve në një pajisje si iPhone 12 Pro Max në vitin 2020. Deri në shtator të vitit 2025, kjo pjesë ishte rritur në afërsisht 10% në iPhone 17 Pro Max. Për shkak të rritjes së vazhdueshme të çmimeve të çipave të memorias, analistët në firmën kërkimore Counterpoint Research vlerësojnë se kjo pjesë mund të rritet deri në 20%. Në dallim nga kërkesa ngadaltë për pajisje të reja, tregu i telefonave inteligjent të përdorur po përjeton një rritje të fortë. Sipas një analize, telefonat inteligjent të rinovuar arritën një pjesë të tregut prej 9% në Bashkimin Evropian në muajin korrik 2025, ndërsa në janar të vitit të kaluar shifra kishte qenë vetëm 5%.